diçka po zgjohet. 3 shenja që do përjetojnë një moment që nuk kthehet më pas në maj. Nuk është thjesht ndryshim. Është një zgjim. Një moment ku kupton që asgjë nuk do të jetë më si më parë, dhe këtë herë nuk ka kthim mbrapa. Jo të gjithë do ta përjetojnë këtë. Por për këto 3 shenja, maji fillon me një sinjal që nuk mund të injorohet. Një ndjesi, një përballje, një moment që të detyron të shohësh realitetin ndryshe. Nëse je një prej tyre, ky është momenti yt. Peshorja. Një moment që duket i zakonshëm mund të përballë me një të vërtetë që nuk e kishe parë më parë, dhe kjo mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që e kishe mbajtur në balancë. Një reagim i papritur nga dikush mund të tregojë se gjërat nuk janë më si më parë dhe kërkojnë një vendim nga ana jote. Në punë, një zhvillim mund të detyrojë të zgjedhësh mes asaj që është e rehatshme dhe asaj që është e drejtë për ty në marrëdhënie. Një moment i vetëm mund të bëjë të kuptosh se çfarë nuk funksionon më. Nuk është më koha për të shtyrë. Është një fazë ku duhet të jesh i drejtë për drejtë dhe i qartë. Nëse përballesh me realitetin pa frikë, mund të hapësh një rrugë që të çon drejt një qetësie më të vërtetë. Peshqit. Një ndjesi që ka qenë e heshtur për një kohë të gjatë mund të shpërthejë papritur dhe të vendosë përballë një momenti që kërkon sinqeritet të plotë. Një situatë që ke shmangur mund të bëhet e pamundur për të injoruar dhe kjo do të shtyjë drejt një vendimi që ndryshon gjithçka. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë të besosh më shumë tek instinkti sesa tek logjika. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të zbulojë një të vërtetë që e kishe ndjerë por nuk e kishe pranuar. Nuk është koha për të fshehur emocionet. Është një fazë ku duhet të jesh i hapur dhe i sinqert me veten. Nëse e përballon këtë moment pa frikë, mund të krijosh një ndryshim që do të ndikojë në mënyrë të thellë në rrugën tënde. Binjakët. Një moment i papritur mund të japë një informacion që ndryshon mënyrën si e sheh një situatë që deri tani të dukej e qartë. Një detaj i vogël mund të bëhet çelësi për të kuptuar një të vërtetë që nuk është thënë drejt për drejt. Në punë, një ide që lind papritur mund të çojë drejt një mundësie që nuk e kishe konsideruar më parë. Në marrëdhënie, një bisedë mund të zbulojë një kuptim që ndryshon mënyrën si e percepton një person. Nuk është koha për të marrë gjithçka sipërfaqësisht. Është një moment për të lexuar mes rreshtave dhe për të kuptuar atë që fshihet. Nëse arrin të reagosh me zgjuarsi, mund të kthehesh në një situatë që të jep një avantazh të fortë përpara. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën zgjimi nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.